Për shembull që hamna po shtohet namazlit, po shtohet mbulesa, po shtohet agjërimi, apo është një farë kthimi i njerëzve, apo kësaj ka paraprit një periudhë e një sakrifice, e një lodhje, e një mundimi dikujt, e një sabri, apo që dikush ka kaluar për situata të caktuara, i ka ruajtur rregullat, parimet e njerëz pastaj kanë pas mundësi që brenda kohës së caktuar me menu se a do i kthejnë Allah xhallahu ala apo jo. Prandaj Allah xhallahu ala si ka bëhet njëjtë ata që janë bërë musliman mas lirimit si ata që janë musliman para lirimit, nuk kanë njëjtë apo. Nga se nuk është njëjtë, nuk është njëjtë kur si ai i cili e ndihmon fen Allahut, beson në Allah xhallahu ala dhe në tërë këtë veprimtari kalkulon veç Allahu e pranon. Ndërsa ai tjetëri që e ka dhe këtë, po kalkulon çka bëhet me pozitën, çka bëhet me biznesin. I ka dhe kalkulime tjera, andaj duke kalkuluar i vonon përgjigjet. A janë të njëjta atë? Ja, është të njëjtë. Sa njëjtë sikur për shembull, apo kur ka qenë paragjykimi i madh me fal namaz, paragjykimi i madh me pas shami, ka qenë problemi i madh si djalë i ri, edhe mu përmbajt në epsh, edhe me arë në xhami, edhe familjarisht i koni keq kuptuar edhe në çdo aspekt, ma ke rezistuar kënaqet sikurse për shembull kur kjo çështje bëhet më normale. A o njëjtë? Ja, nuk ka njëjtë apo. Nuk ka njëjtë apo. Prandaj ky ajet tregon që sakrifica është ajo që Allahu xhallahu ala e shpërblen edhe asnjëherë nuk i barazon ata të cilët domthon janë mënu janë përpjek si ata që nuk janë mënu, nuk janë përpjek në kohën kur dashur mënu më përpjek ata. Edhe çdo kush nga ne të ndërrozë i ka betejat e veta. Domthon luftë do ju ndal e do të ndal. Apo dikush e ka pa që duhet me dal se koha e lipo. Dikush u dal dikun tjetër. Gjithkush i ka pas punë të vetëm. Apo çon barabartë. Nuk është njëjtë kur apo. S'ka mundësi ato me punë. Po, tash dikush të punë i vogël, ani, ka të betejë tjera. Edhe tash sot dikush rënë dikush del. Edhe sot dikush beson se bëhet mirë, dikush beson që bëhet mirë. Andaj, nëse kur bëhet mirë, nuk ka njësi që ka nejt, e ka sakrifikuar me bëhet mirë, si që ka kur bëhet mirë, në thërën e unë e vija. A është njëjtë? Ja, nuk ka njëjtë. As kënë gjykim nuk e vendosim, nga saj. As kënë nuk e nënçmojmë. Mirë, po kur bie puna me përmen, sakrifice, mund du të me ditë kush kur u konë, edhe kush ka punë kurat saktuara. Allahu te barekutaala muhaxhirët me ensar si ka parazu. Para mëna, çka kanë bën ensar, punë e madhe, megjithatë muhaxhirët kanë pas pozitë posaçme apo. Ama në kuptim si grup, këta janë muhaxhirët, këta janë ensarët, muhaxhirët janë më të mirë. Pse? Për shkak se ensarët me gjithë sakrificën vetë met. Ama muhaxhirët dashur edhe vendin më shumë, nuk ka njëjtë aftë. Andaj Allahu xhallahu ala të ndërlozë mëson se çdo sakrificë edhe më minimale që e bën për Allahu xhallahu ala ngrihet tek Allahu te barekutaala. Për shembull, të ndërlozë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush thot 100 herë subhanallahu bihamdi, 100 herë subhanallahu bihamdi. Kur kush më mirë saj çat ditë s'ka bë, kuptim dhikrit. Pos ai që ka thënë pak më shumë saj, normal. Domethënë, ai thot 100 herë, ti 101 herë thosh atë. Ti je te Allahu më mirë. Për një herë atë. Për shkak se Allahu mot me sakrificën e kontributit.